Jemi rikthyer në këtë bisedë këtu në studion e LOG me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, njëherë është nënkryetar i Partisë Demokratike. Kemi folur pjesën e parë lidhur me atë që është moment, po themi, historik në historinë e demokracisë shqiptare, pra që shënon 22 marsin 1992, në farë mënyrë shënon instalimin e sistemit demokratik në Shqipëri, ekonomisë të hapur tregut, shtetit ligjor, vendet të lirive dhe drejtave njerëzore, ku respektohet liritë dhe drejtat njerëzore. Dhe në këtë pjesë dytë propozoj që të flasim lidhur me çështjet që kanë të bëjnë, po themi, përgatitjet për zgjedhjet. Zoti Patozi, kujtoj në 2009 lista e Partisë Demokratike, po dhe Partisë Socialiste kanë qenë pothuajse në limitet kohore. Mos themi Partia Socialiste më duket e kaloi disi, po septush e kaloi disi atë limitin kohor që kishte vënë pra një muaj para datës zgjedhjeve. Ndërkohë këtë vit shikojmë që zoti Rama po prezanton në Tiranë, në Dibër, në qytete të ndryshme të vendit, po prezanton një nga një kandidat të tij që do ju nxjerrë shqiptarëve për të kërkuar votën me 23 qershor. A është kjo, po themi, ky nxitim, si e kuptoni ju këtë nxitim? A është një nxitim, do të thënë, pyetja e parë, apo është një strategji që mbi bazë saj mund të reflektojë dhe Partia Demokratike, e cila deri tani nuk ka asnjë emër? Mos prisni kurrë që Partia Demokratike të imitojë qoftë edhe për një detaj fare të parëndësishëm Partinë Socialiste, në asnjë aspekt. Jo të fushatës, po në çdo fushë të jetës. Se në program sot që po ja vjen një program. Absolutisht. E para njëra ata duhet të kenë program, se unë ende e kam vështirë që ta konsideroj program atë që ato kanë afishuar si po them dokumenti që do t'i çojë drejt fitores 23 qershorit, por mbi të gjitha për mënyrën se si ata do të qeverisin këto 4 vitet e ardhshme në rast se do të vinë pushtet. Pra, unë nuk e konsideroj program sepse programi ka nevojë për seriozitet. Sigurisht ai është një pamflet i gjatë, i shkruar ndoshta bukur, por që s'ka lidhje me programin sepse aty nuk përcaktohet mënyra se si, pse, kur dhe sa, që janë të domosdoshme për çdo program serioz politik. Pra, nuk thuhet si do bëhen, sa do bëhen, kur do bëhen dhe sa do shpenzohen për ato projektet e tyre të 4 viteve që vinë. Po, gjithsesi duhet të thënë që është një moment pozitiv sepse të paktën në 3 zgjedhjet e fundit kanë qenë fare para program. Pra në një farë mënyrë kanë bërë një sforcim, kanë hartuar një dokument me cilin nuk ja vlen të ndalem gjatë. Tani ne nuk kemi asnjë kompleks ndaj lëvizjeve të Partisë Socialiste, por nuk kemi asnjë nevojë që të imitojmë, e ritheksoj, edhe detajin më të parëndësishëm tyre. Lidhur me prezantimin e disa kandidaturave, gjykoj që është një taktik politike e zotit Rama, me të cilën pretendon që të shtojë kapitalet politike të partisë tij. Mendoj që e ka krejtësisht gabim. Është një shfaqje poshtruese, do thoja, në të gjitha dimensionet e kësaj fjale. Pra, s'pari për njerëzit që prezantohen, sepse prezantohen jo si produkt i forumeve të një partie serioze, siç është Partia Socialiste, unë e konsideroj tillë, është partia më e madhe e opozitës, por si zgjedhje personale të kryetarit saj. Dhe ky është një moment, besoj, që i godet edhe ata vetë, cila do qoftë cilësia atyre, se s'po merrem tani bëj komente për personazhet. Po me mënyrën se si po e prezanton Edi Rama. Është një injorim flagrant i forumeve të Partisë Socialiste, të cilat me të mirët e me të këqijat e tyre duhet të kenë fjalën e vet vendimarrëse. Pra, mos prisni që kjo të ndodhi në Partinë Demokratike, ne sigurisht që do kemi një prezantim en blok të gjithë ekipit ton përfaqësues, që fillon nga Konispoli deri në Vermosh. Pra, do të kemi një prezantim unik.
Do e bëni ditë në afatet. Po kjo nuk ka asnjë lloj rëndësie për publikun. Pra ne do ta bëjmë atë në kohën dhe në vendin e duhur. Pra do të ketë mbledhje të forumeve të Partisë Demokratike, do ketë një listë të plot që fillon me kryetarin e partisë dhe mbaron me deputetin e 140. Pra, kjo është poshtruese mbi të gjitha edhe për atë pjesë të grupit parlamentar, e cila në mënyrë automatike gjendet e përjashtuar, pa asnjë paralajmërim, po themi. Ju mund thoni që mund të ketë ndryshime edhe në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Mund të ketë dhe nuk është fundi i botës. Është një mënyrë. Por nuk është normale që në çastin që tjetri është në punë sipër, me të mirat apo me të këqijat e tij, ti i nxjerr një tjetër dhe i thua që shkon në shtëpi sepse nuk na duhesh më. Pa e paralajmëruar fare, sepse i ke nxjerrur shemrën në televizor dhe i ke thënë që ky është shoku i kryetarit. Me çfarë atributi dalin ata? Zgjedhjet kujt janë? Kush forum vendosi? Pra, një parti normale, serioze, puna e parë që bën është mbledhja e forumeve dhe pastaj afishimi i përfaqësimit. Partia Demokratike çfarë kriterë do ketë për zgjedhjen? Do kenë struktura të rol? Kemi parë shfaqjen e zotit Selami pranë mitingjet e fundit që keni patur. Strukturat e kanë gjithmonë rolin e tyre. Dhe strukturat e Partisë Demokratike sigurisht që i kanë gjitha mundësitë që të shprehin pëlqimet apo mos pëlqimet e tyre, dhe kjo shkon me kritere hierarkike. Pra nga struktura më e ulët që janë seksionet deri në strukturën më të lartë që është kryesia e Partisë Demokratike. I kanë gjitha mundësitë. Po tek e fundit përfaqësimi i Partisë Demokratike është i plot. Pra ato forume që kanë atributin për të vendosur listën e kandidatëve për deputet, ata do të vendosin. Dhe kush janë kriteret? Kriteret janë tashmë të njohura, integriteti moral dhe politik i kandidaturave dhe aftësia e tyre për të bërë politik. Pak a shumë. Shfaqja e zotit Selami është një element që nuk ka nevojë për shumë komente, besoj. Zoti Selami është një figurë e njohur politike në Shqipëri, dhe aq më tepër kjo vlen për 22 marsin, sepse ka qenë një ndër drejtuesit kryesor të Partisë Demokratike të asaj kohe, më vonë ka qenë kryetari i Partisë Demokratike për disa vjet, dhe është aktualisht për shkaqe statutore, por edhe për shkaqe të bindjeve të tija apo të vokacionit të tij politik, është antar i Këshillit Kombëtar i Partisë Demokratike, pra është një figurë e njohur e Partisë Demokratike, por edhe figurë kombëtare, do thoj. Kështu që shfaqja e tij nuk ka asnjë befasi. Do keni, zoti Patozi, kemi parë nga ana zotit Rama figura të reja ndofta që s'kan qenë drejt për drejt përfshirën politik që nga fillimi i demokracisë, kemi parë që i ka prezantuar. A do ketë prurje të reja, po themi, në listat e Partisë Demokratike? Unë di të them që Partia Demokratike ka një grup parlamentar shumë të mirë, të përgjegjshëm dhe profesional, i cili meriton të gjithë përgëzimet e nevojshme për performancën e tij gjatë tyre 4 vjetëve, sepse fal përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit të deputetëve kryesisht Partisë Demokratike, po themi të majorancës në përgjithësi, ne ja kemi dalë që të miratojmë reforma mjaft të rëndësishme, të cilat i kanë dhënë Shqipërisë frute të jashtëzakonshme gjatë tyre 4 vjetëve. Por është në logjikën normale të evolucionit politik të një partie të madhe, një partie serioze siç është Partia Demokratike, që të ketë ripërtritje. Dhe kjo është një aksiom
e cila nuk ka nevojë për shpjegime të mëtejshme. Pra, mund të ketë prurje të reja, cilat do të grëshetohen me eksperiencën e politikanëve më me përvojë në Partinë Demokratike, dhe kjo është një gjë që do të ndodhi kohë pas kohe. Çdo 4 vjet. Pra ne nuk kemi për të hedhur njëri. Pra, në rast se dikush është sot deputeti i Partisë Demokratike, nesër do të ketë një pozicion tjetër në qeverisjen e vendit, dhe do të zëvendësohet nga dikush tjetër që do të vi të ulet në tryezën e parlamentit shqiptar. Por kjo besoj që nuk shkakton absolutisht asnjë pasojë, dhe aq më tepër kur nuk përzihet edhe me shkaqe tjera jo etike, siç është fjala vjen ajo që ndodh në kampin tjetër. Pra, ajo që ndodh në kampin tjetër është poshtruese për ata që vinë, për ata që ikin, për forumet e Partisë Socialiste, për ndoshta edhe për vetë kryetarin e saj, i cili i prezanton si shok lagje apo si njerëz të lidhur personalisht me të, ndërkohë që me gjithë rolin e rëndësishëm që ka kryetari në një parti politike, ajo kurse si nuk mund të jetë sipërmarrje e tij private. Edi Rama po e trajton Partinë Socialiste sikur ta kishte një sipërmarrje private. Ai ka mbledhur rreth 35 parti në koalicionin e tij. Do ngelen Partisë Demokratike, parti tjera për të ofruar në koalicion? Ku ditë që përvoja e kryeministit në zgjedhjet e shkura ka qenë koalicione shumë të mëdha, rreth 50 parti më zgabohen. Unë di të them këtë, sigurisht që Edi Rama apo kushdo tjetër mund të mbledh shoqata, parti politike, shoqata adetare, patriotike, e kështu me radhë, që ta bëj sa më të gjatë, po themi, trenin e koalicionit. E rëndësishme është që ti të kesh në koalicion faktorët politik. Dhe faktorët politik dihet se kush janë, sepse ka rekorde votash për to. Pra, t'jeni sigurt që Partia Demokratike do të shkojë në këto zgjedhje me koalicionin më të gjerë të mundshëm. Dhe unë këtu kam parasysh të gjithë ata që bashkë qeverisin me ne, por edhe parti tjera për cilët ne jemi të hapur. Në rast se do të bëjmë një bilans të dy kampeve, do të konstatojmë me shumë lehtësi që ndonse opozita e nënkupton në një farë mënyrë solidaritetin, si të thuash solidaritetin në vështirësi, në kampin e Edi Ramës, në apelin e partive mungojnë të paktën 2 aleat rëndësishëm. Në apelin e majorancës, Partia Demokristiane dhe Partia Demokristiane dhe Partia Bashkimi për Drejtë e Njeriut, që janë 2 parti serioze. Nuk është shtuar me ju. Tani, ne kemi në koalicionin tonë Partinë LZK dhe Partinë Demokristiane, që janë, pra ne kemi 2 faktorë të rëndësishëm politik më shumë, dhe pala tjetër ka 2 aktorë më pak. Që këtu, pra ne nisemi në një start të ndryshëm, ku majoranca ndryshe nga që mund të prezumohej, majoranca niset me aleat më shumë, kurse opozita me aleat më pak. Pse ndodh kjo? Për 2 arsye. 2 janë arsyet kryesore. Arsye e parë është që, sepse ne vërtet themi programet, parimet, idet, taksa progresive apo taksa e sheshtë e tjerë, po në finale, sa më shumë afrohen zgjedhjet, në vendimarrjen e partive politike prevalon llogaria e votave. Dhe është e natyrshme, sepse tek e fundit partit përtej principeve... Ju duhet përfaqësimi për të realizuar programet. U duhet që të mbrojnë interesat e tyre. Interesat e tyre sigurisht që mbrohen më mirë duke qenë pushtet dhe duke qenë në opozitë. Sepse kur jenë pushtet, i ke mundësi që programin tënd ta zbatosh apo ta implementosh. Dhe është fare e thjeshtë për të dalluar diferencat. Pse ndodh kjo? Sepse partitë politike
kuptojnë që Edi Rama nuk i çon drejt fitores. Se kjo është arsye e parë. Pse aleatët largohen nga Edi Rama? Pse në tryezën e Edi Ramës sa herë mbledh mungon në 1? Mungoj dhe Zogaj kësa radhë. Po sigurisht, Zogaj mund mungoj dikush tjetër mbledhjen e radhës, e kështu do të vazhdoj. Pse? Sepse në radhë të parë, ata vetë nuk besojnë që ai çon drejt fitores, siç ka dhe shumë socialistë që nuk besojnë që Edi Rama u çon drejt fitores. Dhe kjo është një arsye shumë e madhe për të hikur. Ai ka një formulë. Është një arsye shumë e fortë për të hikur. Tani, ajo është një formulë akoma dhe më poshtruese, pastaj që merr 3000 vota të marrësh një drejtor ndërmarrje, e merr 4000 për të marrë një prefekt e kështu me radhë. Pra nuk është motivues Edi Rama. Pra nuk një lider në radhë të parë duhet të shkaktojë frymëzim tek partia e tij, tek aleatët dhe tek shoqëria në përgjithësi. Nuk ndjehet asnjë lloj frymëzimi, jo vetëm në verbin politik të Edi Ramës, por në çdo lëvizje e tij. Përkundrazi, ka një aromë shumë evidente dëshprimi apo depresioni në çdo lëvizje politike të smajtës. Mendoj që ka dhe një arsye tjetër pse aleatët ikin nga Edi Rama. Sepse Edi Rama gjatë karrierës tij politike, e cila nuk është e shkurtër, pavarësisht që ai thot ende s'jam provuar, se nuk ka nevojë që të jesh kryeministër patjetër që të provohesh ose jo nga shqiptarët. Edi Rama gjatë karrierës tij të gjatë politike ka dëshmuar që është një lider apo një politikan i cili nuk zbaton apo nuk u qëndron marrëveshjeve. Dhe kjo, sa do të shkruaj që me 3000 vota merr një drejtor ndërmarrje apo me 5000 vota merr një drejtor fabrike, është i pabesueshëm për shkak se gjatë gjithë këtyre viteve ka dëshmuar që nuk u qëndron marrëveshje. Dhe kjo është një arsye shumë e fortë që aleatët mos kenë besim tek ai. Çfarë ka bërë Partia Demokratike në këto 21 vjet, që nga 22 marsi i famshëm i 92-shit e deri te 22 marsi i 2013-s. Në të gjitha lëvizjet e saj politike, në të gjitha formulat qeverisë, por edhe në gjitha formulat opozitare, Partia Demokratike, apo Sali Berisha, po themi, u ka dëshmuar palve, të tretëve apo aleatëve që u qëndron çdo pike dhe çdo presje të marrëveshjeve. Ne kemi dëshmuar që kemi prirje absolute për koalicion. Edhe në rastet kur ky nuk është i nevojshëm, siç ka qenë fjala vjen në 92-shin. Nuk ka qenë i nevojshëm, Partia Demokratike ka qenë koalicion me parti të tjera. Po. Siç ka qenë 2005, që ne kemi ftuar aleat të tjerë megjithëse nuk ishin të domosdoshëm. Pra, dhe prapë do të qëndrojmë kësaj skeme, që Shqipëria ka nevojë për një qeverisje me bazë sa më të gjerë. Prandaj ne hodhëm dhe idenë e votës 16 vjeçarëve. Kjo ishte arsye. Që sistemi ynë politik ka nevojë për një mbështetje sa më popullore, sa më të madhe, po themi. Dhe si mund të bëhet kjo? Një nga mundësitë ishte shtimi i fashës së votuesve. Dhe kjo ishte duke futur në Po mos janë shumica ta fansat Berishës, prandaj zoti Ruçi? Në rast se do të ishte kështu, kjo është një arsye më shumë. Një arsye më shumë sepse ne jemi më përfaqësues se sa Partia Socialiste. Pra, kjo është një arsye më shumë se ne duhet të rimandatohemi. Koha shumë e shkurtër për të bërë ndoshta këto ndryshime. Nëse se dolëm nga tema. Pra, ne u kemi qëndruar marrëveshjeve. Si në opozit, ashtu edhe në pushtet. Dhe kjo do të thotë që aleatët tanë ndjehen shumë sigurt në krahun e Partisë Demokratike. Sepse e dinë që ne bashkëqeverisim, ne i respektojmë dhe i vlerësojmë në përputhje me atë që ata profesojnë në elektoratin shqiptar. Dhe kjo është jashtë çdo dyshimi. Këto janë dy arsye të forta pse ne do të shkojmë me një koalicion më të gjerë, më përfaqësues dhe më të madh se sa Partia Socialiste në këtë zgjedhje. Kjo është shkurë bashkëpunimi? Këtu unë kam parasysh faktorët politik, nuk kam parasysh
Tani edhe emra shoqatash që mund të kenë vlera të papërfillshme, megjithëse unë kam prirje që të mos injoroj askënd. Pra, e konsideroj që vlerë është dalja apo përfshirja e kujdo, po tek e fundit do të marrim parasysh ato që janë faktorët e rëndësishëm politik. Ka një këmbdeshur kështu një lloj duket emërtimi të gabuar sa i përket koalicioneve parazgjedhore kur e pyesim për LSI-n, sepse ju jeni qeverisje gjerë si thosh pas zgjedhjeve. Por a besoni që kjo është shkuar bashkëpunimi do ju mbajë një koalicion të arshëm, po themi, me LSI-n dhe PD-un ose mund të afrojë dhe PBD-n? Tani, kjo është një pyetje që përsëritet shpesh. Edhe mirë po nuk mund të kemi një përgjigje. Nuk mund të kemi ende një përgjigje të plot, për shkak se kjo është një çështje që do të varet nga vendimarrja e veçantë e secilës parti. Pra, ajo që unë mund të them sot me siguri është prirja jonë, pra prirja e Partisë Demokratike, e cila ka një rol udhëheqës në majorancë, për të pasur një koalicion sa më të gjerë. Pastaj, sigurisht që do të varet nga secila parti. Pra, nga vendimarrja e secilës partisë, se cila do jetë formula. Por, mundësitë nuk janë të pafundme, pra zgjedhjet nuk janë kaq të mëdha. Marzhi është i vogël. Ndaj unë jam i bindjes që ne, së bashku me aleatët që sot jemi në pushtet, do të qeverisim sërish pas 23 qershorit. E vetmja dilemë është që me disa prej tyre do të jemi në aleancë pas zgjedhore apo aleancë para zgjedhore. Në dy rastet unë e shikoj të palëvizshëm idenë e bashkëqeverisjes. Pra, edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, edhe PDI-uja, edhe partitë e tjera që sot janë në koalicionin qeveritar, do të jenë bashkëqeverisje me ne pas 23 qershorit. Ka patur një shqetësim zoti Patozi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku nënkryetari që është përfaqësues i Partisë Socialiste ka dorëzuar një dosje me parregullsi, siç i cilëson ai, lidhur me përgatitjet që bëhen për procesin zgjedhor. Nga ana tjetër, kemi dëgjuar kryeministrin Berisha që thotë që Rama po përgatitet të kundërshtoj humbin dhe nuk po përgatitet për në fitore. A i druheni ju, po themi, këtyre dosjeve që dalin tani dhe mund të fryen në të ardhmen për të qenë justifikim, po themi, për të dëmtuar procesin zgjedhor në Shqipëri? Atëherë, unë mendoj që këto janë sinjale të forta dhe të qarta që ne mund të gjendemi sërish përballë një kontestimi të zgjedhjeve. Sado perfekte që të bëhen ato dhe sado pa probleme që t'jenë të mbahen zgjedhjet 23 qershorit. Dhe shenjat janë evidente, po ka dhe më shumë se sa kaq. Përtej sjelljes tyre në KQZ, përtej interpretimit që ato, të gjitha lëvizjet e opozitës, të gjitha lëvizjet politike të shkojnë drejt asaj. Pra, drejt faktit që në rast se Edi Rama nuk merr atë që pret, ai do ta kontestojë rezultatin. Dhe prandaj ne insistojmë që partitë politike duhet që paraprakisht të deklarohen për njohjen e rezultatit të zgjedhjeve. Gjë që nuk ndodh me palën tjetër. Ju do pranoni pavarësisht të tjetër rezultati? Ne pranojmë çdo lloj rezultati që del nga zgjedhje korrekte. Dhe ne kemi bindje absolute që zgjedhjet 23 qershorit do të jenë të tilla. Pse? Sepse infrastruktura është e tillë, kodi, ligji është i tillë, predispozita e institucioneve është e tillë, predispozita jonë si një nga garusit kryesor është e tillë, mbetet vetëm për të parë pala tjetër, cilën ne nuk mund ta marrim përsipër. Pala tjetër ka dy detyra për zgjedhjet. E para të garantoj luajalitet gjatë procesit, sepse ka dhe rolin e vet si opozit, ka përfaqësuesit e vet në çdo hallk të administratës zgjedhore, dhe së dyti të njoh burrërisht rezultatin që del prej tyre. To dy detyra ka. Asnjërin prej tyre nuk e artikulon sot. Dhe ne kemi gjithë arsyet për të dyshuar që kjo bëhet qëllimisht. Pra bëhet që në rast se nuk do të arrihet rezultati i pritshëm siç është plotësisht e mundur që të ndodhi,
ata do të kontestojnë sërish rezultatin me gjoja manipulime, pra do të përsëritet historia e 2009-s. Dhe shenjat janë të qarta. Shenjat janë me kontestimin e ndarjes hartës zgjedhore. Pra ne u gjendëm në mes të një paradoksi, kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve aplikoi një formulë e cila u rrëzua nga përfaqësuesit e opozitës, duke pasur parasysh dhe lëvizjet e reja demografike, u rrëzua brutalisht nga përfaqësuesit e opozitës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Parlamenti u detyrua që të rikthehet hartës 2009-s, e cila u kontestua më me ashpërsi se sa ç'ishte kontestuar skema e parë. Pra, është një opozitë që nuk di ç'kërkon, po mjafton që të ndodhi. Mjafton që të bllokojë apo mjafton që të hedhë poshtë gjithçka që vjen nga ligji apo nga pala tjetër. Është betejë që u bë për mos rritjen e numrit të KZAZ-ve, që është edhe ky një sinjal. Pastaj është kjo lista e përditshme e ankimeve pa shkak, për gjoja, për listat e votuesve, për problemet që ka në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve e kështu me radhë. Por përtej kësaj, edhe vetë prezantimet e këtyre figurave të reja që i quhet ju, që po bën Edi Rama, duke i prezantuar si shok ti. Edhe ky është një element që i ka për ditë të keqe, i ka për ditë hallit, i ka zgjedhje personale. Pra nuk janë, po themi, përfaqësues të asaj që konsiderohet Partia Socialiste Zyrtare, po janë përfaqësues personal të Edi Ramës që i duhen për një ditë vështirë. Dhe dita vështirë dihet kur vjen për politikanët e këtij rangu, vjen ditën e zgjedhjeve. Po përtej kësaj, po të shikoni që të gjitha lëvizjet e opozitës kohët e fundit, lëvizjet e forta, po themi, apo nismat e saj, kanë qenë të gjitha dëshpëruese. Pra të gjitha duke i bërë yzmet opozitës, pra pjesës që i takon opozitës. A thua se e ka ndarë mendjen që do jenë përjetësisht në opozitë. Po të shikoni koha që kërkojnë për kryeministrin, për kryetarin e opozitës në parlament, me rregullore, e kërkojnë barabartë me kryeministrin sepse duan që të kenë një kryeministër vetëm një ditë, një javë. Pra një ditë, një javë në parlament. Një opozitë serioze nuk e kërkon atë, sepse pretendon që një ditë do vinë pushtet dhe kryeministri është kryeministër, përfaqësuesi më i lartë i opozitës në parlament ka vendin e vet. Po kështu, paketa atyre kushtetuese, e ndryshimeve kushtetuese që ishte një absurd juridik, politik e tjerë. Ishte tek e fundit një lutje që opozita të merrte një copë pushteti. Pra që opozita të kishte mundësi, megjithëse nuk fiton votat e shqiptarëve, të kishte mundësi që të bënte ca emërime, të kontrollonte ca pushtete. Kaq ishte. Pra, gjithçka, po të shikoni, lëvizje serioze e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës gjatë këtyre kohëve është shpërtuar veten në opozitë. Duke e menduar veten në opozitë. Po sigurisht ky është një kompleks nga i cili ne nuk e shpëtojmë dot, por edhe sikur të kishim mundësi nuk do të jepshim këtë kënaqësi, sepse ne kemi të gjithë arsyet pse të kërkojmë një mandat tjetër qeverisës, i cili nuk do të jetë thjesht për historinë e Partisë Demokratike që do të shtojë edhe 4 vjet tjera në pushtet, por do të jetë për të mirën e këtij vendi dhe për të mirën e çdo qytetari shqiptar. A do ishte i gatshëm, kemi ndjekur më herët një propozim të ambasadorit të OSBE-s drejtuar presidentit për një kod etike. A do ishte i gatshëm të nënshkruhej një kod etike ku të përfshihen edhe këto, njohja e rezultatit të zgjedhjeve ose si thua respektimi i institucioneve që merren në administrimin zgjedhor, plotësimi i atyre kushteve. Atëherë ne jemi plotësisht gatshëm dhe e kemi kërkuar, kemi qenë edhe nismëtar të ryezash edhe në zgjedhjet e shkuara. Por besoj që kjo do të mbetet në dorë të opozitës për të vendosur. Jemi të gatshëm që të marrim çdo iniciativë, të nënshkruajmë çdo kod, por mbi të gjitha ne do të jemi eksplicit. Ndoshta nuk ka nevojë për tryeza dhe për kode të sofistikuara, por mjafton
një deklarat e kryetarit të Partisë Socialiste, i cili thot dy gjëra. E para që Partia Socialiste do bëjë gjithçka ka në dorë që për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, pra të bëjë pjesën e vetë që i takon, si palë, dhe e dyta që ne njohim çdo lloj rezultati që del për zgjedhjeve korrekte. Nuk i bën asnjë nga këto dyja, dhe kjo na lind na jep ne të drejtën për dyshuar që mund të ndodhemi sërish në një histori të ngjashme me atë të vitit 2009. Dhe prandaj ne shkojmë te referendumi për procesin e integrimit që të mos e lënë mëshirën e një njeriu. Dhe në rast se socialistët do të vendosin që ta mbajnë përjetësisht Edi Ramën si kryetar tyre, është një çështje që s'na takon. Është një problem i Partisë Socialiste. Por shqiptarët duhet të kenë një valvul sigurie që kjo nuk do t'i shkaktoj pasoja të rënda aspiratave tyre. Dhe prandaj ne shkojmë te referendumi, do të ishte e udhët që të shkonim në referendum edhe për çështje tjera që mund të jenë po kaq të rëndësishme, siç është fjala vjen votimi i 16 vjeçarëve. Se çfarë arsye mund të ketë një lider politik i cili u druhet përfaqësimit politik të mbi 100.000 qytetarëve shqiptar, të cilët besoj të gjithë bijmë dakord se janë shumë më të zot dhe shumë më të përgatitur politikisht dhe nga çdo pikpamje se sa që ishim ne para 20 vjetësh. Dhe fatkeqësia është kur e dëgjoj Edi Ramën që her pas here përpiqet që të bëj aludime me moshën e tij më të re, raport me kryeministrin e vendit, kur thotë që ta nxjerrin pension Sali Berishën që të qenë punë për vete. Ndërkohë që Sali Berisha është me 20 vjet më i vjetër se Edi Rama, është me 16 vjeçarët, në krah të 16 vjeçarëve, Edi Rama është kundër tyre. Edhe ky është një paradoks i madh, edhe një problem shumë i madh që ka Partia Socialiste, por edhe kryetari i saj. Propozoj një ndërprerje tjetër publicitare dhe të ndjekim një insert lidhur me prezantimin që i ka bërë kryeministri Berisha një ditë më parë në mbledhjen e qeverisë paketës të reformave që duket vinë në moment para zgjedhjeve dhe për shumë njerëz lexohen si një përpjekje, po themi, për të bërë premtimin e pozicionit të kryeministrit. Të rikthehemi më njëherë pas këtyre dy materialeve.